Ja pse, nuk duhet të flini me çorape, po i bëni keq shëndetit tuaj. Veshja e çorapeve në shtratin tuaj ju mban ngrohtë të riqarkullimin e gjakut, ul temperaturën e trupit dhe sinjalizon trurin tuaj se është koha për të fjetur. Dhe kur qarkullimi përmirësohet, ai siguron rrjedhje të mira të gjakut dhe oksigjenit në mënyrë që zemra, mushkërit dhe muskujt të punojnë në kapacitete optimale. Megjithatë, zakoni juaj për të veshur çorape për të fjetur mund të ndikojë negativisht në gjendjen e trupit tuaj e citonelftisaj. Mund të shkaktojë presion të lartë të gjakut. Veshja e çorapeve gjatë gjumit ndihet se arrit qarkullimin e gjakut, por mund të shkaktojë edhe anën tjetër, rezulton se rrjedhja e gjakut zvogëlohet nëse vishni çorape për një kohë të gjatë. Higjiena e këmbëve tuaj mund të dëmtohet. Fjetja me çorape mund të çojë në higjenë të dobët, pasi çorapet e ngushta mund të bëjnë që të krijohet lagështi në këmbët tuaja. Ato mund të fryhen dhe të krijojnë bakteriet e dëmshme për ju. Gjithashtu është e rëndësishme të mos flini shpesh me çorape.